Gjatë qëndrimit në ferma VIP, poetja e njohur Mimoza Ahmeti na ka treguar gjatë qëndrimit të saj një moza me një shpirt të bukur, plot ngjyra, humor, por dhe mendime të forta. Teksa bisedonte me fermerët e tjerë, ajo ka hapur zemrën para konkurrentëve të tjerë dhe ka rrëfyer një histori prekse të ndodhur 2 vite më parë, humbjen e nënës së saj. E përlotur, Mimoza ka treguar se nëna i ndërroi jetë teksa ndodhej në Amerikë dhe për shkak të mungesës së vizës ajo nuk mundi të shkonte t'i jepte lamtumirën e fundit. Ndonse u përpoq dhe aplikoi për një vizë urgjente, u përball me një refuzim pasi në rregullat e ambasadës arsyeja që ajo u paraqiti, pra humbja e nënës, nuk ishte një rast urgjent dhe që të mund të merrte vizën për të shkuar.